Nuk kam Po koment. ngris brekët. Do me thënë, çfarë goditje ka qenë vlogu që ne kemi bërë me make-upin dhe flokët vetë. Ai ka qenë, mendoj, ka qenë vlogu më i komentuar dhe më i pëlqyer. Edhe Darka Krishtlindjeve. Sepse janë të vërteta Por gjërat. që ti ke bërë flokët me bira dhe me lecka dhe lecka kishe marrë brekët e pambukut. Po, ato që zgjerojnë shumë ato bën çik si thes, shumë të vare oke. Edhe i pret ato na i çike edhe i përdornim neve. Në një mënyrë tjetër, së shëtan Solli ato kohën se tani normal që gjëra. është vlogu më i pëlqyer. Do të bëj çik humor, sigurisht e kujtojmë atë kohën tonë, që s'kishim ato mundësi. Na i brek, na i kanë atje, po më shoheshin fare që s'kishin kujtim më. Kur ishin shu është e bran, se na vim se i dhe ti prishnim, le të prishin ashtu. Ti hidhni. Shtërmoni lastikun të që ama u lirua dhe ërth një lastik të ri. Edhe këte varur ato shkretat. Por ai vlogu i make-upit edhe i flokëve që quhej Get Ready With Us, Qatë e moj qa quaj? në anglisht mama, e bëra pra kështu pra stil vlogu Get Ready With Us. GRWU. Po thueme për neve, po neve modeli tjetër që s'kuptojmë apo? E shkruajta kështu pra që është muhabet vlogu, ke parasysh stil A vlogu. kuptoj. Bra Get Ready With Us. Por më i pëlqyeri, mbi gjitha për këtë faktin, domethënë. Njerëzit sepse i ke bërë publikun, ti e ke bërë për vete me kori talati. Por me këtë vlogun, me këto brekët e me gëshër, mama, ke fituar zemrat e gjithëve, sepse fund ditës ne si popull vlerësojmë thjeshtësinë. mami, njerëzit duan gjëra të vërteta.